Familjet më të zhytura në borxhe në Bashkimin Evropian gjenden në veriun e pasur dhe jo në ekonomitë jugore që zakonisht njihen si ato më të brishtat. Në vitin 2025 borxhi familjeve në Bashkimin Evropian ishte 49.4% e prodhimit të brendshëm bruto dhe 50.7% në të gjithë eurozonën sipas shifrave të publikuara nga Eurostat. Krahasuar me vitin 2020, vjetre një tendencë në rënje pasi në dyja zonat borxhi ishte në mbi 60%. Borxhi familjeve përfshin detyrime të tilla si kredit hipotekore, kredit konsumatore dhe huamarrje të tjera. Ky indeks nuk tregon se sa borxh ka secila familje, por ofron një pamje të përgjithshme se sa të varura janë familjet krahasuar me të ardhurat kombëtare. Një nivel prej 50% do të thotë se huamarrja e familjeve është e barabartë me gjysmën e gjithçkaje që prodhon vendi brenda një viti. Vendet me tregje imobiliare të zhvilluara, nivel të lartë të pronësisë mbi shtëpitë, të financuara përmes huamarrjes ose sisteme financiare të sofistikuara, shpesh shfaqin raporte të larta borxhi. Ndoshta gjetja surprize e këtij raporti është ndarja veri-jug e Europës. 7 vende të BE-s kanë borxh familjar që kalon 55% të prodhimit të brendshëm bruto dhe secili prej këtyre vendeve ndodhet në Europën veriore ose perëndimore. Në anën tjetër, Europa jugore, e cila në të kaluarën ishte e lidhur me krizën e borxhit sovran, ka huamarrje relativisht modeste familjare. Familjet italiane kanë një borxh ekuivalent me 35.9% të prodhimit të brendshëm bruto, krahasuar me 38% në Greqi dhe 42.9% në Spanjë, duke vendosur të treja shumë poshtë mesatare së Bashkimit Evropian. Në vendin e parë qëndron Hollanda, ku huamarrja e familjeve është sa 93.5% e prodhimit të brendshëm bruto. Borxhi hipotekor holandez është kaq i lartë sepse qeveria e ka bërë shumë të rreqës huazimin e parave për të blerë një shtëpi. Më pas vijnë vendet nordike si Danimarka, Suedia dhe Finlanda me 84.1, 82.3 dhe 62.9% respektivisht. Edhe familjet në Luksemburg, Francë, Belgjik, Qipro dhe Portugali kanë një borxh mbi mesataren e Bashkimit Evropian që varion nga 54 deri në 60%. Ndërkohë familjet në Gjermani, që është ekonomia më e madhe e Europës, kanë një borxh afër mesatares së BE-s në 49%. Një arsye mund të jetë shkalla jashtëzakonisht e ulët e pronësisë së shtëpive, vetëm 46.7% në vitin 2022, ndër më të ultat në Europë.